أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا الإخلاص والسداد والقبول اللهم آمين. Falënderimet dhe lavdrimet si çdo herë takojnë Allahu xhaleshanu, krijuesit, furnizuesit, mbikëqyrësit të gjithësisë. Paqja dhe mëshira Allahut të madhreshëm qofshin mbi Muhamedit alayhis salam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur dhe ndjekun në rrugën e Allahut xhaleshanu deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër, sot inshallah do të flasim pak për temën thirrja e Allahut. O ju që keni besuar. Allahu xhaleshanu në Kur'an na ka thirrë në forma ndryshme neve njerëzve dhe një prej aty në thirrjeve është o ju që keni besuar. Prandaj sot do të merrem pak me këtë thirrje. Siç e dini, Allah i madhruar e zbriti Kur'anin si udhëzim për njerëzit. Dhe përmes Kur'anit Allah xhaleshanu na udhëzon në senet më të mira, më të drejta. Po përveç që na udhëzon për gjërat që janë më të mira, Allah xhaleshanu na udhëzon edhe në formën më të mirë. Edhe na mëson për senet më të mira, po edhe në formën që na mëson më të mirë. Për arsye se ajo është e gjithdijshme dhe është i urtë. E prej aty në formave që Allah xhaleshanu përdor për edukimin ton, është edhe forma e thirrjes. Forma e thirrjes, e cila është për me tërhiq vëmendjen. Ndryshe kur i thuni njeriu drejt hend çka po don, ja e keni kërkesë, bimani gotë ujë ose shka atje, hajde kohë mos shka, e ndryshe kur ja thua emnin, ose kur e thirr me diçka përpara dhe ai i hop vesh çka po thu, e pastaj e thu ti urdhnin ose kërkesën çka ti po don. E prej këtyne pra, Allahu xhaleshanu ka përdorur disa herë formën e thirrjes në forma të ndryshme, thirrje të përgjithshme edhe thirrje me emra të përveçëm, po edhe thirrje me emra të përgjithshëm. Prej aty në thirrjeve është o ju njerëz, ja juhen nas. Ka përdorur Allahu xhaleshanu 20 vende në Kur'an. Ka thirrje tjetër ka përdorur ja bani Adem, o bijtë e Ademit. Do ka pas parasysh se na kemi prej ardhmë prej Ademit alayhis salam edhe na ka thirr njerëzve o bijtë e Ademit. Ka thirrje tjetër ja ejuhel insan, o njeri. Ka thirrje tjetër ja ejuhel ladhina kafaru, o ju të cilët keni mohu. Mirë po, thirrja më e veçantë që Allahu xhaleshanu ka përdorur dhe më e shpeshta në Kur'an, e cila u përdor 89 herë, është ja ejuhel ladhina amanu, o ju të cilët keni besu. Dhe kjo thirrje, siç e përmendin dietarët, kjo thirrje është thirrje nderi dhe privilegji. Për arsye se Allahu xhaleshanu nuk po na thirr me emrat ton, por po na thirr me cilësinë më të lartë që kemi. Sanin më të çmueshëm, cilësinë më të mirë që kemi është që kemi iman, besim. E Allahu në ato më të mirën po na thirr dhe po na nderon duke na thirr me o ju të cilët o ju që keni besu. E dyta, siç e kanë përmend dietarët, është se kjo mënyrë është për të zgjuar ndjenjen e përgjegjësisë. Qysh, sikur Allahu xhaleshanu po na thot, pasi që po besoni tek unë, atëherë silloni siç e kërkon besimi. O ju që keni besuar, për thënë vetë që keni besu, po tash janë disa kërkesa, sillni pra ashtu në bazë të asaj çka ju veç për besoni Allahun xhaleshanu dhe pejgamberin alayhis salam. Për me kuptu më mirë, sikur me i thonë dikuj, o dashamir i librit, edhe tash mas kësajna të i thu, del në panajër blej dhe libra, ose kape një libër lexo. Çka i bjen kjo? Kjo i bjen, nëse ti vërtet e konsideron veten dashamir të librit, kape një libër lexo, se dashamir i librit edhe mos me lexo nuk shkon. Allahu xhaleshanu na thirr, o ju që keni besu, pastaj i bën disa kërkesa që në kofshit që keni besu për një me edhe jeni të konsideru veten besimtar, atëherë që to ju shkojnë për shtati juve, bëni këto veprime ose mos i bëni këto veprime se shkon për shtati me imanin që keni. Ose, nëse i thun dikuj, o patriot, shërbej atë dhejot, mos e dëmto atë dhejon, që i bjen, ti mundesh me ia thonë edhe emrin direkt, po ti po don cilësinë. Nëse je patriot për një me, konsideron veten patriot, patrioti se bën çto. Nuk i gjum patriotin betorinat në rrugë, për shembull.
se dëmton vendin e vet ose se vjedh vendin e vet. Nuk bën korrupsion, nuk e bën ato. Ose shembull tjetër, më na thirr neve dikush, edhe vend si më na thon emrin, do thot, në fillim si të thirr në telefon thot, "O ku jesh, o ku jam i dashur." Edhe mas qësoj ai e ka një kërkesë, tu bisedu, thot, "A din çfarë thira për çet punë." Na vjen morre me kthy ato mbrapsht edhe veç nëse s'munëm, se për ndryshe ky po më thot shok i jam i dashur, edhe më konsideron çashtu, edhe unë e konsideroj ashtu, edhe mos më plotsu kërkesën ngushtohen prej tina. Pra thirrja ojët që keni besuar, sikur Allah xhaleshanu po don më na tregu që tash kjo çka vjen, nëse është urdhën, është diçka që ju shkon për shtati jo si besimtar do të më bëj. Nëse është ndalesë, është diçka që ju shkon për shtati me atë imunin që keni edhe largono prej saj. Ose me thonë ndryshe, këto thirrje 89 herë thirrje Kur'an, sikur po don Allahu xhaleshanu më na tregu se cilin model të besimtarit po don me pas. Çfarë besimtari po don Allahu xhaleshanu me pas? O ju që keni besu bëni kështu, mos bëni kështu, bëni. Vesh mi lexu këtu e sheh se cilin besimtar Allahu xhaleshanu po kërkon, cilin besimtar Allahu xhaleshanu po synon. Çfarë besimtari po don neve më na bë, cilat janë ato cilësi. Me pas parasysh krejt këtu, sahabiu i nderuar Abdullah ibn Mas'udi, Allahu qoftë i kënaqur me ta, ka thonë, kur e dëgjon thirrjen e Allahut, o ju që keni besuar, hapi vesh mirë. Ja ju alladhina amanu. Kur thot, o ju që keni besuar, hapi vesh mirë, po thot, sepse pasoj ose vjen një e mirë me të cilën urdhërohesh, ose vjen një e keqe prej të cilës ndaluhesh. Para thirr Allahu xhaleshanu o ju që keni besu, po do të hapi vesh mirë, se si tash, ja ka më të kallëzu diçka çka është e mirë, bëne si to ja ka më tregu Allahu xhaleshanu diçka çka është e keqe, mos e bën çto. Se po na thirr Allahu xhaleshanu në cilësinë më të mirë që kem edhe tash normal, sikur kur na thirr dikush në emrat tonë përveçëm. Ma na thirr, na s'do të më bëj sikur mos më njihesh. Po si të na thirr, diçka paska, diçka po dojka. Nëse dojna me injoruar, që është tjetër, le të thirr 100 herë, se s'na intereson. A nëse vërtet kem parasysh se dikush po na thirr, atëherë do të më hap vesh mirë se urdhna çka po don. Edhe në këtë aspekt, pra kur të lexojmë Kur'an e të dëgjojmë ojët që keni besuar, edhe pse krejt fjalët e Allahut xhaleshanu do të më hap vesh mirë, po ndoshta në këtë rast mos e kem temën, te kjo kur bëhet thirrja, më mundu më hap vesh, çka po thot, më mundu më hap mendjen edhe zemrën, që me kuptu mirë se çka po thot edhe me pranu ato që Allahu xhaleshanu po thot. Prandaj sot do të ndalemi pak te disa prej këtyre ajeteve. 89 nuk është rani që i kryp. As gjysën, jo se bëhet shumë zotet, kena zedh qerekun e tyne, në pika të shkurta, shumë shkurtimisht, disa ma gjatë, disa ma shkurt, që është e lyp nevoja, po, dhe me thonë, qerekun e tyne, do të mundohem, ose një të katërtën e tyne, pak, veç sa mi kujtu se cilat janë ato thirrje, ose qa po na vjen pas këtyne thirrjeve. Nuk i kemi shku me rënditje, por disa ajete për tyne kemi zedh. Thëtë Allah xhaleshanu në surën Al-Baqara, ajetin 153, ja jo alladhina amanu sta'inu bis sabri was salah, inna Allaha ma'as sabirin. O ju që keni besuar, kërkoni ndihmë me durim dhe namaz. Në vërtet Allah është me të durueshmit. Pra, një urdhën që po na vjen këtu pe Allah xhaleshanu, e që na do të më hap vesh se çka po thot o ju që keni besuar, se neve po na thret, nëse ne e konsiderojmë veten besimtarë, sigurisht jemi prej tyne, po thot kërkoni ndihmë me durim edhe me namaz. Kur t'ju ndodh diçka dhe po çka më bë, mundoni me ndihmu veti me durim, tu përpjek me bë sabër edhe me namaz. Pse? Se me të vërtet Allahu është me durimtarët. Pra Allahu po na mëson që na duhet me kon prej të durueshmeve, po po na mëson edhe metodën se çysh me kon prej të durueshme. Mundov, jep e mundin tan, kapacitetin tan me duru, po më janë ndihmu veti edhe me namaz. Që to, siç kanë thonë edhe për pejgamberin alayhis salam, që
kur i ka orë një punë diçka e vështirë, pejgamberi alayhis salam ka shpejtu për në namaz. Ja ka nis me fol ai namaz vullnetar për mjashtu Allahu xhaleshonu durimin. Diçka që shpeshherë disa njerëz bashkë kur kanë sprova, kanë të loshe, e thë s'pe di kryt ku e kam edhe mu fal tash. S'po di kam ja mojt për provimeve dhe po falna për shembull. Kam një krizë financiare dhe tash mu fal, s'po di ka kam kryt. Po bashkë kur se din ka ki kryt, ki nevojë me cit ato ku qetësohet kryt. Ki nevojë me cit kryt seste edhe me lyp ndihmë Zotit xhaleshonu me marr energji prej Allahut xhaleshonu me u forcu me te kalu sprovën. E jo bashkur, domethënë, sikur njëri nashta kanë herë kur thot jam lodh çfarë s'po muna me hongër. Po valla edhe po të kuptojnë se je lodh çfarë, mirë, po mos me hongër lodhesh edhe më fort. Do të me hongër për me kthy energjinë. Ani pse s'po takon as po ki qef. Bashkur njëri domethënë raste caktume, po ki të lashe sprova, jo me lon namazin, po mu forcu edhe më shumë për namazin. Urdhën tjetër, Allahu xhaleshonu në surën Al-Baqara, ajetin 172 thot: Ja ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. O ju që keni besuar, thirrja tjetër, hani nga të mirat që ju kemi furnizuar dhe falenderoni Allahun nëse jeni që vetëm atë adhuroni. Hani nga të mirat të cilat ju kemi furnizuar. E që është fjolla me hongër prej gjërave që Allahu xhaleshonu i ka leju. Me hongër gjëra halal që dikush nuk e shikon. Thotë këto për çka ka kriju Zoti? Po ai Zoti po të kallëzon për çka? Disa i ka kriju për me hongër, disa për sene tjera. Tash dikush Zoti na ruaj, kum dëgju edhe në për emisionet e ke edhe substancat narkotike i arsyetoj të ke po për çka i ka fol Zoti ato. Po Zoti ka fol sene Zoti ka kriju, po jo gjithat me hongër. Disa janë për diçka tjetër, diçka për diçka tjetër. E ato që janë për me hongër, ka kallëzu cilat janë për me hongër ose cilat janë për me pi. Pra këtu po na mëson që me hongër ushqim halal, edhe me falenderu Allahun xhaleshonu për të mirat që ne ka dhënë. Me hongër prej ushqimit halal. S'po thot hani ushqimet halal, s'është patjetër me hongër krejt. Ha prej ushqimeve halal. Një pjesë. Po në njëjtën kohë tash një ajet më poshtë, ajeti 254, surën Al-Baqara po ashtu thot: O ju të cilët keni besuar, o ju që keni besuar, anfiqu mimma razaqnakum. Jepni prej asaj që ju kemi dhënë. Ajeti më herët, o ju që keni besuar, hani prej të mirave që ju kena furnizuar me to. Ajeti dytë, ju tash me këshyr veç me hongër krejt, ju ajo kena dhënë do të mira, po e jepni edhe diçka prej atyne që ju kena dhënë. Pra një pjesë prej atyne që ju kena dhënë hani, po një pjesë prej tyne edhe me nani edhe me dhënë. Edhe vazhdon ajeti, po për shkak mos me zot. Ajet tjetër, ja ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. O ju që keni besuar, mos i çani dëm sadakat tuaja duke mburrur dhe duke fyer. Ana tha hani prej atyne që ju kemi dhënë, ana tha jepni prej atyne që ju kena dhënë, po hani veç edhe për me dhënë, jo gjithçysh me dhënë. Po mos i çani poshtë sadakat tuaja duke mburrur dhe duke fyer. Jo ja jap diku ja bën të mirë, po veç unë ta kumbo, se mos pat pas bëone, mos pat pas në mu, ti sa se çka kërkon, unë ta kum dhon krojn. Kjo është, domethënë, pi mburrësh, pi lëvdohesh për të mirën që ja ke vë. Ose e fyn e përdor për me hyp njërin qafë, se unë të kum një mua në iknej edhe tash lyp shërbime, lyp plot sene të tjera të cilat nuk takojnë, ose qoftë me mburrje, qoftë me fyrje. Pra, edhe po na mëson hani prej të mirave, edhe jepni prej të mirave që ju kena dhënë, po njëtën ku po na mëson edhe kur të jepni, keni parasysh çish po jepni. Jepni çish dohet, jo veç me dhënë. Ndërsa ajet tjetër, Allahu xhaleshonu po thotë: Ja ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kaffa. O ju që keni besuar, hini në Islam të tërësishëm. Hini në Islam krejt, kap në Islamin si tërësi. Do me thonë,
Mëse merr në Islamin vesh ku pe jo pëlqen. Islamin vesh më fal mbrana xhamisë, se është xhami se unë bëj jetën çish du. Unë e vesh na çish duhet vesh namaz, a mo jashtë namazit unë e vesha çish e lyp. Të rejndit çish e lyp. Mara o halal o haram, kujna për interesant. Unë e japi sa do në xhami, mo çish e fitoj pasurinë për jashtë, mund të më interesant. Ja, hini në Islam të tërësishëm. Ka pe Islamin, kërkush si 100%, po në atë aspektin mu mundu Islamin jo me kop vesh ku për na pëlqen. Mu kop për do nafile, mu kop për do sunete, milon plot do obligime, më dhoja. Ose mi kop do obligime, milon do tjera krejt. Po tham prap, 100% s'kena mujt më konë, mirë po me ditë që Islami nuk u vesh një aspekt i ngushtë, po Islami është plan program jete. E tani sa të muna ka mu mundu me përtheku, dikon është ta më 1% më të nolë, dikon më poshtë, mirë po, jo, vesh mi kop 2-3 sene prej Islamit, sene tjera, mës më na interesu. Hini në Islam të tërësishëm, wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan, e mos i pasani hapat e shejtanit. Jo rrugën e shejtanit, hapat e shejtanit. Saj strategi keq, strategi mirë për me bo keq, për në të keqen. A i slashten me njëherë në të keqen. Po vesh pak që to, vesh pak që ato, vesh pak, hajtë se zbohet, no me hajtë që to, hajtë, ha pas hopit në qenë atje ku dënaj. Mësi pasani hopat e shejtanit, pse mësë mi pasu? Sepse me të vërtet ajo është armik i juaj i hopër, armik i qartë, ashiqare. Mësë me nëni, hajde se dhe njerin ashtë anaj far armiku, qysh për të fole, qysh po të mashtron të menu që e ki me, ka mo, ai dihet ashiqare, kret njerëzit e din që është armik i qartë i njeriut. Pra kjo ajet për në mësën që me hinë në Islam të tërsishëm, kjo thire Allah Gjeleshanu po lypë që na më konë besimtar, me kap Islamin si tërsi, edhe mos me ndjek hapat e shejtanit. Ajet tjetër, surën Al-Baqara 278, o ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe hisni dorë nga ajet që kanë mbetur nga kamata, nëse jeni besimtar. Pra, mu ndalu prej, mu largu prej kamates, as mës me dhonë, as mës me marë. Mës me shfrytzu rastin, kur dikush ka nevoj, që me thonë me hybë qaf, e mi api gjakon me pamuk, që thujnë, po nëse ki mundësi dilin dim edhe shërbej, ajo tash, që me thonë, me shfrytzu nevojën e dikuj që mi lypë edhe ma shumë se sot që i ke thonë. Ose në anën tjetër, nësë me marrë e dim që kamata dhe riboja është prej gjunave të mëdhaja. Urdhën tjetër, o ju që keni besu, po mundon atash vesh për lexoj shqip që për shat që kua po shkon shpejt, o ju që keni besuar, nëse u bindeni atyre që nuk besuan, ata do t'ju kthejnë prapa në fe të vjetër, e atëherë do të ktheheni të humbur. Nëse i dëgjoni, i bindeni pa besimtarve, dyshimeve tyne, çka po thojnë, largoni pi Kuranit, largoni se ju lën mrapa, largoni me ato prallat e tyne, nëse ju i bindni atyne, atëherë ju kthejnë mrapa atje ku i nikon. E çka bëhet tani? Keni më kon të humbur. Ktheheni të humbur. Sfitan, nuk është tregti e fituar kjo. Kjo është një dështim dunjon ahiret. Pra në këtë aspekt, pa na thirrë që me pas kujdes, mos me ron dyshimet edhe në kurthat atyne që dojnë më na largu prej fesë Allah xhaleshonu. Urdhën tjetër, surën El-Nisa, ajeti 29, o ju që keni besuar, mos e hani pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të padrejtë. Mos e hani pasurinë e njëri tjetrit në mënyrë të padrejtë, përveç nëse ajo është tregti me pëlqimin e dy palëve. Tregtia që bëhet me pëlqimin e dy palëve, diçka që Allah xhaleshonu e ka leju, po mirë po ju me hangër pasurinë e njëri tjetrit padrejtësisht, dhe mos mbytni veten tuaj. Vërtet Allahu gjithmonë mëshirues ndaj jush. Mos mbytni veten tuaj, disa dietarë kanë komentuar, ka thonë fjala mos e mbyt veten, çish është vetvrasja, disa dietarë kanë thonë në bazë kontekstit, mos e hani pasurinë e njëri tjetrit padrejtësisht, edhe këtu mos e mbytni veten tuaj nuk është
për veten, po është mos e mbytni tjetrin. Po tjetrin pse po thotë sikur me mbyt veten si me mbyt tjetrin, po do të thonë që edhe ajo është sikur te, s'ki nevojë s'bën me mbyt tjetrin, do të thonë pa drejtësisht, pe konsideron tjetrin sikur je të bo kes, je të vro veten. Pra, po na mëson edhe në këtë aspekt që mos me hongër pasurinë e njëri tjetrit pa drejtësisht, mos me dëmtu tjetrin as te pasuria e tij, po as te gjoku i tij. Vërtet Allahu është i mëshirshëm për juve. Me këto ligje, me këto mësime, me këto Allahu është i mëshirshëm për juve çka po mëson. Ndërsa këtu po i përmbledhi dy ajetet në mënyrë shkurtume, janë dy që thirr ojës që keni besuar dhe njëna kërkon thotë jeni dëshmitar për hir të Allahut, dëshmitar të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër vetes tuaj, kundër familjes tuaj ose të afërmit ju. Dëshmoni drejtësinë, moni drejtësinë qoftë edhe kundër vetes, qoftë edhe kundër familjes, qoftë edhe kundër të afërmit. Se drejtësia është më e madhe se sa vetja jam, haku e vërteta do të më thonë, edhe qoftë se valla unë kam gabuar. Thuaj ato çka është e drejta. Valla po prindë mi kanë gabuar, ose kraboja jam, jo vetë që është jam, ja moj hakun ose vetes, po ta drejt, s'po ta drejt, ja moj të krohën. Mirë po, me moj të krohën e drejtësisë. Pavarësisht sa e ki tafërn edhe sa e dën. Kush e dën dikan më shumë se vetën, po edhe kundër vetes, po thotë nëse është nevoja. Dëshmoni drejt. Ajeti tjetër, o ju që keni besu, thët tani mos ju shtin, bënë plotësisht të vendosur për hir të Allahut dëshmitar të drejtës, mos ju shty urrëtia e madhe ndaj një populli që të shmangëni drejtësisë. Nëse që ai i pari ke, për shkak dashurisë që e dën veten, i dën prindrit, i dën të afërmit, ja mon krohin dikuj. Tash nonën tjetër po thot, as urrëtia mos shtin që mi hin hak dikujna. E urren fort, valla e urrej armik e kam ama haku hak që të ka drejt, që të ja ka qëllu. Që të halal i kuf për që të pun është i sak, që apo dijone për diçka që me të vërtet ka drejt. Sigur këto dy ajete po na mësojnë që mos e bëni drejtësinë me emocione. Ja këto e du, ja moj krah, ja këto se du, ky është i pa drejt, ja unë e du më shumë se sa tjetë, unë e du drejtësinë. Kam ja moj drejtësisë, qoftë edhe që s'është në favor të atyne që i du, qoftë edhe nëse është në favor të atij që se du, se drejtësinë nuk do të me mojt në bos ndjenja, po në bos asoj çka është. Keni po, kanë erë njëri se se dënë dikan, po ajo kështu, kur mësen mirë s'ka bo. Që se dënë, a tjetërin që e dënë, kur një të keqë se ka bo. Po kush është pe njerëzve që kur keqë s'ka bo, ose kur mirë s'ka bo. A nuk është një fjallë që thët, edhe ura e prisht, dy herë nditje është e sakt. U prish në ura në 12, ju ka hargju bateria, në 12, mas 12 kur është sakt është, qashtu ja ka cëllu, edhe në 12 që tjetër, kur bëhet 24 orë, edhe ura e prisht, dy herë ja cëllën mërana ditës. E dikush, kur kë mirë bosko, kur kë kesh bosko, po mosës, dhe me thonë, për shipe që sështë me drejtësia e punë. Tjetëra, ojo që keni besuar, fu bile u kud, zbatani premtimet, zbatani marveshjet, e je besimtar po, e vëllat ko hije me mojtë fjallin, ko hije me nejtë marveshjet me cëllën je pajtu. Jo mja bo si dikush që bëtat, edhe një hongë shaj ha fjallët e mija. Besimtari se ka kështu. Besimtari e ka urdhën pe Allah Gjeleshanu, a jam besimtar po marveshjen që kom bo premtimin që kom dhonë, do të mu mundu me majtë. A jeti tjetër, o ju që keni besuar, kur të ngriteni për të falë namazin, lani fëtyrat tuaja, duar tuaja dhe vazhdan a jeti na të regën për formën e abdesit. Pra kërkën, para se mu taku Allah, me Allah Gjeleshanu, për mes namazit me konë të pastër. Që këto e bojmë gjithë, që falëm. Pa e që më bën këto përshtypje fort të kjo ajet, Allah Gjeleshanu për thëtë, o ju që keni besuar, kur të ngriteni për të falë namazin, bënja qështu, për të regën për abdesin. Nuk për thëtë, nëse ngriteni me falë namazin, po kur të ngriteni, qëka i bjen kja? Sikur ngritja për namaz, kjo punë e kryme,
Si jem të diskutua, mu qua, mos mu qu. Vesh jem të kallëzu që kur quhesh, po në qëto, a je besimtar, po, pas, mu taku me Allahun, a do të më konë pikpytje kjo punë, a nëse quhesh, jo nëse quhesh, po kur quhesh. Ka shumë dallim nëse thët nëse quhesh për namaz me abdes, edhe kur thët kur quhesh për namaz. Sikur mi thonë fëmis, kur shkojsh nesër në shkollë, mos harro me marr librat, mos harro me kry çit punë. Çka i bën kjo? Ti më shkon në shkollë po se po, mos harro dhe çit punë. A nëse thon, nëse quhesh nesër me shku në shkollë, bëni ashtu, do me thonë edhe kjo e para është pikpyetje. Ja, te besimtari, si çdo është me kon pikpyetje, takimi me Allahun xhaleshonu, që është puna më e mirë dhe cili takim është më i mirë se sa kur po thotë këtë farforme kur të qoheni fal namazin edhe pastaj po tregon lani fytyrat e duart e kështu me radhë abdesin. Pra është punë e kryme. Po ashtu Allahu xhaleshonu po na fton që besimtari me kon larg dukurive negative, ku thot o ju që keni besuar vërtet, alkooli, bixhozi, idhujt dhe shigjetat e fallit janë vepra të dyta nga puna e shejtanit. Prandaj largoni prej tyre si të shpëtoni. Largu larg alkoolit, larg bixhozit, larg lojrave të fatit e taksiratit, se çfarë fati ato, bashkë e lexova tha njëri kish që tash të menu që Spanja është kandidat potencial për me fitu kampionatin botëror, kalu me një ekip që shumica prej neve as ja kena një jemnin, sefte ja kena një jemnin, si që shkej gjelbër, diçka një farë shteti, edhe ka shti 1 milion bastore se Spanja fiton. Spanja me të barazimi ka up 1 milion. Kush ka menu që jetë Spanja në barazim, me një ekip që kur se kena një jemnin ati shteti, as se kena di që eksistan. Edhe a i bindën atë farë pune. Allah xhaleshonu është i mëshirshëm për neve, na ka mësuar çka është mirë, çka është keq, për më naru neve në çdo aspekt. Ky ajet po na nxit, pra besimtari do të më qenë larg këtyre dukurive negative. Ajeti tjetër, o ju që keni besuar, përgjigjeni Allah dhe të dërguarit të tij kur ai ju thërret drejt asaj që ju jep jetë. Të çfarë thirrë Allah xhaleshonu, po thotë përgjigjeni Allahut dhe të dërguarit të tij kur ai ju thret për ato që ju jep jetë. Pra, nëse ti i përgjigjesh mësimeve të Allahut xhaleshonu dhe pejgamberit alayhis salam që kjo të jep jetë, me plot kuptimin e fjalës të jetë. Na xhallim, mirë po xhallni, jetë në emocionet tona, xhallni në aspektin, në çdo aspekt. Zemrat tona, mendjet tona, trupat tona, përgjigjo Allahut edhe dërguar dije se që kjo të jep jetë. Plot sene që ka dikush pi bën në ryshe, për shumë që shpeshkatron veten, qoftë psikikisht, qoftë fizikisht, qoftë në aspekte tjera, aspektet familjare kështu me radhë. Ajeti tjetër, o ju që keni besuar, përmendeni Allahun me një përmendje të shpesht. Dhkurullaha dhikran katira, përmendë shumë shpesh Allahun xhaleshonu. Edhe për këto Allahu xhaleshonu na ka letuar shumë, se me përmend Allahun xhaleshonu s'ka nevojë as me pas abdes, as me koni kthim pe kible, as me kon ulën. Ka do që të cilës, ka do që të shkosh me abdes, pa abdes, të kryeni punë tjetër mundesh me thonë edhe të dhon la ilaha illallah subhanallahu Allahu akbar. Dhikre tjera të cilat janë pra me përmend Allahun xhaleshonu shpesh. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe flisni fjalë të drejta. Jo vetëm me përmend Allahun xhaleshonu, po anë edhe kur të folsh, fol fjalë drejta, fjalë të mira. Jo të shome, jo akuza pa bazume të pa vërteta, shpifje ndryshme, mallkime, sharje, rrena, folni tutni Allahut dhe keni kujdes pra folni fjalë të drejta. Allahu xhaleshonu në një ajet tjetër po na nxit po thotë, o ju që keni besuar, nëse ndonjë i pandërgjeshëm mos sjell ndonjë lajm, ju vërteton e mirë, ashtu që të mos e goditni ndonjë popull nga padituria, pastaj të pendoni për atë që keni bën. Jo sjell një lajm dikush në njëri i pandërgjeshëm, mundon me verifiku lajmin, a është e vërtetë ajo, se nashta i hyp njërin çof, dikujt na bën çof, fol, kish bo, valla mos anë jo
se kum dit valla, po vesh tash ti pendohesh, po aja e murr dheun, aja fal rana, aja fal shpifje. Vërtetën e lajmin, pra na mëson me vërtetu lajmin, besimtarit i ka hije me vërtetu lajmin. Ajeti tjetër thot, o ju që keni besuar, mos të përqeshni një popull tjetër. Ndoshta ata të përqeshurit janë më të mirë se ata, e as gratë mos e përqeshin të tjerat. Ndoshta ato të përqeshurit janë më të mira se ato. Mos me përqeshe, mos me kesh dikan, se nashta unë që e keshi ato, ajo është më mirë se son. E se din kush është më i mirë, Allahu mos e përqeshni për ta njëri tjetrin. Dhe mos e akuzoni njëri tjetrin, mos i nxitni llagape të këqija njëri tjetrit. Diçka që nuk i pëlqen emna që të pa dëshirueshëm. E sa i shëmtuar është emri i keq pas besimit, e ata që nuk pendohen me të vërtetë, ata janë zullumçarët. Se na jemi njerëz, megjithëse Allah xhaleshonu po na thirr, mos e nënçmoni njëri tjetrin, mos mi bë këto veprimet që u përmenden, megjithatë ndoshta ndonjëherë gabojna. Po çka në fund po na kujton që mu pendu, se çata që s'pendohen, çata janë për një me zullumçar. Ata që gabojnë kanë herë, njerëz jem, gabojmë, pendohem, inshallah kërkojmë falje, si çdo është me gabu, po prapë se prapë s'munëm pa gabu, ndoshta ndonjëherë. Po aja që s'do të me bo atë gabim, është mos mu pendu, me bo të keqen edhe mos mi ro pishman të keqes. Pak ma poshtë, në jetin tjetër thot, o ju që keni besuar, largoni prej dyshimeve të shumta, sepse shumë disa dyshime janë mëkat, dhe mos hulumtoni në zbulimin e të metave të njëri tjetrit, dhe mos përgojoni njëri tjetrin. Pra edhe këto para nxit Allahu xhaleshonu besimtarit, domethënë do të më qenë larg dyshimeve, larg hulumtimit të metave tjetrit dhe mos me përgoju njëri tjetrin. Kemi edhe 3 ajete shkurtimisht, dhe këtu o ju që keni besuar, keni frikë Allahun dhe le të shikoj se çdo njeri se çfarë ka bërë për të nesërmen. Një thirrje tjetër që na ka hije si besimtar, pra me llogarit veten. Le të shikoj se cili çka ka përgatit për nesër. Për ditën kur dalën para Allahut xhaleshonu, që Allahu xhaleshonu pe thot nesërmen, s'po thot për ditën kur keni me dal para meje, se ajo mundet me kon nesër. Ajo është sikur e nesërmja që është ofër, çashtu ofër e kemi edhe vdekjen, edhe me shiku çka kem përgatit, çka kem bë, çka s'kem bë, ku jem, ku si jem, që me dal sa më mirë, sa më faqebar tek Allahu xhaleshonu. Ajet tjetër, o ju që keni besuar, ruani veten dhe familjen tuaj nga zjarri i xhenemit, lën djegësit e cilët janë njerëzit dhe gurët, surën Tahrim. Mas gjitha ajeteve që na i përmenëm disa, dhe shumicën, do me thonë 3-4 atë veç të regum që s'po i përmenëm, ajeti para funit që i përmen këtë aspekt, o ju që keni besuar, po të ruani veten edhe familjen, sikur nashta Allah xhaleshonu po don më na thonë që ato sene që u përmenen ma herët mos u mundoni veç për veti. Çaj besimtarit që u përmen ma herët shumë ajete se si do të më qenë, mos u mundon veç për veti, po mundon edhe veten me ru, po edhe familjen, me këto cilësi të mira duke largu nga cilësitë e këqija. Edhe e funit, ajeti i funit që përmenet këtë aspekt, o ju që keni besuar, do të janë ajetën surën Tahrim, ai 6-8, o ju që keni besuar, pendohuni tek Allahu me një pendim të sinqert. Sa do që mundu, më bo na besimtarë, që ata që u përmenen ma heret, e plot dhe tjerë që u përmenen, a kena me mujtë me qenë 100%? Jo. Po me qka me plotësu o Zot, plotësone me pendim. Mundoni, pendohuni tek Allahu xhaleshonu, mundoni me konë nivel sa më nalt, po njëtën ku mos harroni pendohuni tek Allahu xhaleshonu, se jeni njerëz e bëni lëshime, pendohuni me një pendim të sinqert. Jo hajgore, jo Zot falem edhe vazhdon gjunoj, jo, o Zot falem, edhe kesh të shku mrapsht, e ktheva drejtimin se sikur njeri që nis për një rrugë të gabuar. Në momentin që ka kuptuar që rruga e gabuar, çfarë do të më bëj? Do të më ndrru kohën. Jo më kësaj dhe s'te ka. Kësaj dhe te ka, edhe kthehesh. Pendimi çka është? Jam konë të shku këtij drejtimi, e po se jam gabim, e Zot falem. Edhe ktheu kësaj dhe jo e Zot falem me halo. Qysh? S'është pendimi sinqert. O ju që keni besuar,
Pendoni tek Allahu me një pendim të sinqert. Pse? Në mënyrë që Zoti juaj t'ju largoj prej jush të kësijat, t'ju shpije në xhenete në të cilat rrjedhin lumen, ditën kur Allahu nuk e turpron pejgamberin e së bashku me të as ata që besuan. Atë ditë se turpron Allahu pejgamberin as ata që kanë besuar. Drita e tyre ndriçon para tyre, nuri ec përpara tyre dhe në të djathtën e tyre ata thonë: Zoti ynë vazhdon atë dritën tonë, fal na neve, vërtet ti je plot fuqishëm për çdo send. Pra, ky ishte ajeti i fundit i kësaj serie që na veç u mundu me i përmend disa prej aty në ajeteve që nafton, o ju që keni besu mu pendoni tek Allahu me pendim sinqert, në mënyrë që më na falë Allahu xhaleshonu më na shtin xhenete edhe me dal faqe bardh para Allahu xhaleshonu. Allahu xhaleshonu na bëf prej atyre të cilët kur e dëgjojmë këtë thirrje në Allahu xhaleshonu që na ka nderuar me to, o ju që keni besu, e ndjena që mu është të më thirr, neve është të na thirr, se na jemi prej atyne. Nëse s'jem, jo më dikan tjetër u të thirr, s'u të na thirr neve. Jalla na jemi çata që kemi besu. Atëherë e bojna që tha Abdullah ibn Mesudi, i hapëm vesh se çka po thot për të mirën që po na urdhëron ose për të keqen që po na ndalon prej saj, i hapëm mendjet tona, zemrat tona. Allahu xhaleshonu na bëf prej besimtarëve të vërtet, ashtu siç Allahu xhaleshonu na i ka përmend Kur'an dhe ka dënë edhe është i kënaqur, edhe prej atyne që me gjithë lëshimet e mangësitë që i kem na falë dhe pendohem tek ai sinqerisht. Allahu xhaleshonu i shpërbleft e na bashkoft në xhenet që na ka bashku shpinën e tij.